Shikues të nderuar, assalamu alaikum. Mirë se takohemi edhe sonte në këtë emision për të kaluar disa çaste me juve, shikues të nderuar, duke pranuar telefonatat tuaja, thirrjet tuaja, pyetjet, të cilat mund t'i parashtroni gjatë gjithë këtij emisioni, ndërkohë që edhe do t'i lexojmë dhe do të përgjigjemi për disa pyetje që na i keni dërguar më herët në redaksin tonë e që tash ka ardhur koha më përgjigj spaku prej disa prej tyne. Emisioni i sonte është i drejt për drejt dhe ju mundeni me na telefonu që nga tani në numrat që shfaqen në ekran, por ndërkohë derisa të na vinë telefonatat, ne po mundohemi me i lexu disa prej pyetjeve të cilat i kanë dërguar shikuesit tanë për këtë emision. Ndër pyetjet që kanë ardhur këtu thotë, a lejohet me dhënë zakatin familjarëve të afërt? Zakati është pasuria që të pasurit duhet të ndajnë nga ajo që Zoti u ka dhënë në sasi të madhe, të ndajnë një sasi të vogël për ata që kanë nevojë. Nëse këta nevojtar janë prej familjarëve jo të rrethit shumë të ngushtë, sidomos të vijes vertikale, prindi, gjyshi e më lartë, apo fëmijë i vet, djalë apo vajza edhe më poshtë, nipërit dhe mbesat, por janë të vijes horizontale, mund të jenë vëllezërit, kushërinjt e të ngjashëm. Në këtë rast, nëse ata janë nevojtar dhe nuk kanë të ardhura të mjaftueshme dhe nuk janë në një bashkësi familjare, atëherë lejohet për t'ju dhënë prej zakatit. Ndonjëherë ndoshta nuk është shumë vija e prerë dhe ndarë se a janë këta antar të ngushtë apo jo. Ajo që mundet me e bën ndarjen është se nëse ti e ke obligim mirëmbajtjen dhe kujdesin dhe buxhetin financiar familjar për ta, nuk bën me ju dhënë zakat. Pse nuk bën me ju dhënë zakat familjarëve që ti kujdesesh për ta? Sepse ti gjatë muajve dhe ditëve edhe gjatë vitit i ke për obligim me shpenzu për ta. Dhe nëse jep zakat, atëherë ti e ke ruajtur shpenzimin të cilën e ke obligim duke mbuluar me zakat. Dhe për këtë arsye nuk lejohet. Ndërkaq, nëse ata nuk janë persona që ti ke obligim mirëmbajtjen e tyre, atëherë lejohet me ju dhënë zakat. Madje, kanë thënë dietarët, edhe ata të cilët i ke në përkujdesje, por shpenzimet e tyre janë përtej mundësive tua, ose mund të kenë borxhe të cilat nuk mund të mbulohen me buxhetin që ke përcaktuar me ju ndihmu atyne. Edhe këtyre në këtë rast ka tolerancë me ju ndihmu prej zakatit, sidomos për larjen e borxheve në përgjithësi është një sektor që ka më shumë fleksibilitet, edhe kur jemi në hamendje se a bën mi a dhënë zakatin apo jo, atëherë mundemi me i destinu në larjen e borxheve të atyre personave. Sepse borxhet është si sektor, si derë, si hapësirë më e madhe që mundet me u shpërnda zakati për t'ju ndihmu atyre personave, qofshin ata dhe familjar apo jo. A prishet namazi nëse kalon dikush para meje? Namazi nuk prishet, por nuk është mirë edhe për atë që kalon, sikur që ka ardhur në disa transmetime se po të di njeriu se çfarë do të jetë për të në ditën e gjykimit, do të priste edhe 40. Pastaj disa dietar 40 ditë apo 40 muaj e të tjera, por është domethënë e papëlqyeshme me i dal namazliut përpara. Prandaj edhe lejohet, madje rekomandohet me pengu personin i cili është duke kaluar mes teje dhe sutras. Po nëse kalon, qoftë burr, qoftë grua, qoftë fëmijë, namazi nuk prishet, por prishet koncentrimi në namaz, prishet, domethënë ajo përkushtimi në namaz, namazi është i plot. Po marrim një telefonat, ndërkohë mos ne i kthehemi edhe pyetjeve tjera. Urdhani? Selam aleikum hoc. Aleikum selam rahmatullah. Po do të tani pyetje me bë, një ose dy, nëse bën. Po si ja? Bujra.
kurbanin me kurbanin ku ta presh. A bën unë me parë djalit me pre? Jo. Me parë djalit, a bën me pre kurbanin, edhe dyta Bënë pyetjen edhe mos na përcjell për televizionit. Po. Edhe e dyta une e kam vllovin Zvicër, unë shkoj 10 herë, nuk vjen një herë të une. Unë shkoj të herë, nuk vjen të une. Unë jam smut, me bypass, me diabet edhe me tension. Unë shkoj të herë, nuk vjen të une, ai më i ri jo, unë jam më i vjetër. Vetëm që të di që në është asi, po që të pyetje për të bëjë, selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Dhe fala. Mirë, a vazhdojmë me telefonat tjetër, Ordani? Selam aleikum. Aleikum selam. Hoxha, i kam 4 pyetje. Ajli koft. Inshallah nuk janë shtira. Valla, i besoj inshallah. Hoxha, pyetja e parë është kështu. Jetojna në Evropë dhe do ta ndrojmë banesën. Domethënë kemi mu shpëngul nga një banesë në një tjetërën. Cilat janë hapat e parë që duhet një familje muslimane kur të merr një banesë, duke ditë që aty kanë jetu njerëz pa besimtar dhe ka pas mundësi që ka pas edhe kafsh aty në banesë. Kam dëgjuar se duhet të thihet ezan, nuk di sa është e saktë. Pyetja 2 ka të bëjë me meste. Për shembull, në mëngjes morëm abdes për sabah. A duhet mi vesh çorapat më një herë para se të fal namazin e sabahit për me pas meste, apo mundem që të falim namazin e sabahit pa çorapa dhe pastaj, mbas që falim namazin e sabahit dhe veshëm çorapat, a konsiderohet që kemi meste të nditen? E pyetja e tretë ka të bëjë kështu. Doja e hyjes në treg. A mundem që këtë doja ta realizojmë edhe kur jemi në qendrat tregtare, apo vetëm në formë të tregut që ka qenë më herët? E pyetja e katërt ka të bëjë me a lejohet gratë që të thirrën ezan dhe ikametin? Se kam lexuar një libër që thotë që lejohet me thirrë ezan dhe ikametin gratë. Po, çto pyet hoxhën? Besoj që janë të rona. Tek shyrëm tash ka dalë. Po, inshallah. Mirë, Zoti ju rrit, faleminderit që më dëgjoni. Amen dy inshallah. Selam aleikum. Mirë, pak më herët shikuesi na pyeti a lejohet me pre kurbanin me parët e djalit. Realisht kurbani është i mjaftueshëm për një familje të cilët jetojnë në një bashkësi familjare, në një kolm, kanë një sofër të përbashkët, kanë një buxhet të përbashkët e kështu me radhë. Dhe nëse një person prej tyre prej në emër të familjes është e pranuar tash, sigurisht që sevapin më të madh ka ai i cili e financon prerjen e kurbanit. Në këtë rast, për me pas këtë drejt krye familjari, atëherë ato para djali e vladi ja dhuron babës si dhurat dhe baba e pren kurbanin dhe llogaritet që therrja është bërë nga krye familjari. Dhe në të njëjtën kohë, domethënë të gjithë anëtarët tjerë lirohen. Por edhe nëse therrja bëhet nga djali në emër të krejt familjes, po ashtu është e pranuar. Por në këtë rast është shpërblimi që përveç therrjes së kurbanit edhe dhurimi i atij sevapi krye familjarit që ai ta kryej këtë obligim për gjithë familjen. Vëllau thotë nuk vjen shpesh, unë shkoj 10 herë, ndërsa ai vjen rrallë. Sigurisht që vizita e familjarëve është e rëndësishme, sidomos në aspektin fetar, por edhe në jetën e përditshme, në aspektin shoqëror, në aspektin emocional. Nuk ka më mirë se sa një familje kur janë të afruar vëllezërit mes vete, familjarët mes vete. Por është e vërtet që jemi në një situatë që me të vërtet lidhjet familjare nuk po mbahen sa duhen. Njerëzit janë të angazhuar me punët e tyre, nuk shprehin shumë interesim me bë vizita. Jo që kanë ndoshta ndonjë inati, ndonjë urrëtie, ndonjë pakënaqësi, po thjesht ka humbë interesimi. Por duhet me kujtu që dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ai që ka dëshirë me ju zgjat jeta e tij, ymri i tij, le t'i mbaj lidhet familjare.
Kjo është gjë shumë e rëndësishme. Në veçanti ata që Zotin harujt edhe me prapavije bën këtë punë, që nuk dëshirojnë, kanë urrejtje, kanë inati me anëtarët e familjes, në gjë e tillë nuk është e lejuar. Por ata të cilët janë zjarretxhi, ata të cilët vizitojnë pa përtesë, kur mos ndalen, sepse me ta është ndihma e Allahut dhe shpërblimi i Allahut. Se i dërguari alayhi salatu wasalam ka thënë se lidhja familjare, edhe pse është abstrakte, por qysh e ka interpretu dhe ka tregu pejgamberi alayhi salatu wasalam, i ka thënë Allahut: "O Allah, mbaj lidhjet me atë që i mbajnë lidhjet me mua, dhe shkëputi lidhjet me atë që i shkëput lidhjet me mua." Dhe ditën e gjykimit lidhja familjare do të jetë dëshmi tek Allah azza wa jall për të gjithë ata njerëz që i kanë mbajt lidhjet familjare. Dhe ai i cili i mban lidhjet familjare edhe pse nuk i vijnë vizitat, ai e ka shpërblimin më të madh të Allahu i madhnuar. Dhe do të më përpjek që me gjetë një gjuhë të përbashkët, një mundësi të mirë të komunikimit, sepse kur fillojnë akuzat, masnej krijohet një ftofje, një lloj domethënë prishje marrëdhënieve, e që nuk është pastaj e shëndetshme për asnjërin palë. Një shikues tjetër i bani 4 pyetje dhe po mundohem me përgjigj një nga një. Përmendi se ka me ndru banesën dhe jeton në Perëndim, edhe normalisht supozohet që në banesën në të cilën ka me u transferu, kanë jetuar jo musliman, e shpesh herë të tillët mund të kenë edhe kafsh shtëpiake, ndonjë qenë kështu me radhë, që nuk është e lejuar për dallim prej macës. Çka me vepru? Këto gjërat e përmendi shikuesit që kanë thënë me thirrë zanin. Nuk është se ka ndonjë argument se çka me vepru. Pejgamberi alayhi salatu wasalam, sahabët e tij kanë ble banesa, shtëpia prej dhujtarëve, prej jo besimtarëve, dhe nuk është transmetuar se kanë bën ndonjë ritual kështu me radhë. Pastrohet atë sa ka mundësi me u pastru, gjanat të cilat shihen, nëse ka domethënë çime të kafshës, apo nëse ndrohen të pihat edhe ajo më përfundon, thjesht bëhet një pastrim sikur që e bën njeriu për shtëpinë e vet. Edhe pas asaj më nuk ka nevojë me pas asnjë gajle, asnjë vezvese, normalisht hyn me bismillah. E lut Allahun me dhon bereqet në atë vend banim, sidomos nëse është shtëpi e blerë apo banesë e blerë, edhe vazhdon jetën i lumtur pa u brengos se çka ka pas përpara, e kështu me radhë, mos se dikush mendon që mos kanë lënë ndonjë sehire, e kështu me radhë. Krejt këto gjëra nuk ka nevojë as me i mendu fare. Lejnë Allahut jetoni jetën normale dhe nuk ka asnjë telash. Nëse dikush merr abdes në mëngjes, e fal sabahin dhe nuk i ka mbath çarapat, dhe planifikon ose mestet, dhe planifikon që gjatë ditës me i mbath çarapet që duhet me kanë pak më trasha, apo mestet, a është kusht që menjëherë pas abdesit me i mbath, apo jo? Jo. E rëndësishme është që kur mbathen çarapet e trasha apo mestet, të jetë njeriu me abdes të plot i cili përfshin larjen e kamve. Edhe nëse periudha prej marrjes së abdesit deri te mbathja e mesteve është një distanca që po e zojmë në këtë rast, që e përmeni shikuesi, veç e ka fal namazin e sabahut, kushtimisht është zgjuar herët, e ka fal namazin e sabahut, pastaj tu bogati me shkun punë, i vesh rrobat e punës, çarapat, mbathunat, edhe duke qenë se ka abdes, mesti i tij është i vlefshëm të ditën. Nuk ka të lashën e këtë punë, përderisa abdesi ka qenë i plot. Se i përket duas së tregut që është përmendur në disa transmetime, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ose kemi një telefonat, për mirë presim. Hajde Urna. Urna, jeni emision drejt për drejt? Nësa duket iko. Okej, nëse mundesh edhe njerë me provu, se ndashta nuk e pash thirrjen me kohë. Duaja e tregut, dietarët bashkëore kanë përmend që mundet me u interpretu thënia e saj edhe në tregjet bashkëore, në qendrat tregtare. Që realisht ato janë tregje.
nuk është patjetër vetëm në tregun e gjelbërt ku ka tezga që i thonë në këtë mënyrën më thjesht, por çdo lloj tregu që është ndoshta bile, muj me thonë që nuk është patjetër me kanë qendër tregtare me shumë dyqane sa mundet ka njerë me qenë supermarketi që është shumë i madh, i cili është një lloj tregu në veti, edhe nëse themi lutjen shpresojmë që të arrijmë shpërblimin tek Allahu Azza wa Jall. Ordani, jemi drejt për drejt. Alo. Po, Orda. Alo. Jemi në emision veç që janë alë zanën televizorit mundësisht edhe na dëgjon nëpërmjet telefonit. Apo më dëgjon? Nuk po dëgjohet. Mirë, u shkëput edhe kjo lidhje. Gjithashtu edhe për fond pyetja e 4 të shikuesit të mëhershëm, se për këtë thirrjes së ezanit edhe ikametit për gratë, nuk është diçka e preferuar, sidomos në mëdhëbin Hanefi, nuk është e pëlqyer që gratë të thrasin ezanin dhe ikametin. Megjithatë, ka disa transmetime prej Aishës radhiyallahu anha që një gjë e tillë është e praktikuar. Kështu që nëse ndodh ndoshta në një tubim grash, mundet me u thirr, jo me zot e lartë, kuptohet, në veçanti për ikametin, që është më i theksuar. Por edhe nëse nuk thuhen fare, është plotësisht në rregull, sepse ezani dhe ikameti kryesisht janë për thirrjen e namazit që bëhet në xhami, ndërsa ikameti thuhet edhe në për shtëpia, edhe nëse thon gratë ezanin edhe ikametin, pa e ngritur ezanin, është e pranuar, por nuk është një gjë shumë e rekomanduar edhe shumë e praktikuar në praktikat e muslimanëve. Kemi telefonat, Ordani. Orda, jenë në emision drejt për drejt. Selamu alaikum. Aleikum selam, rahmatullah. Jeni mirë hoxha? Mirë, faleminderit. Kush po pyet? Orna? Kush po pyet? A je mirë? Alberti. O, Albert, që shjete? Alhamdulillah. Dhe po kalan? Me shëndet mirë? Ja njerë që nuk pjo dhe gjaj diqka shti. Uroj t'jesh mirë, Albert, faleminderit shumë për telefonatën. Më t'i ko nuk jemi dëgju, se edhe unë s'kam pas shumë rast me pas emisione drejt për drejta, po që tash ishte një mundësi. Alhamdulillah, mirë jam. T'ju dëgju juve, krejt rasesht, për ngrejse zakonisht haune hoxha nesi ka. Tash e kemi bën një zavendësim se hoxha nuk është këndej pari, për mos me ilan shikuesit pa emision, erdha une, nashta nuk më bo keq, a? Ja, banë kështë, pse jo, sepse gjithse cili e ka atë mundin e vetë për ato qka u shkollu konkretisht ju e si agjallar. Faleminderit, Albert. Emisioni tash është me pyetje, nëse ke ndonjë pyetje, mundesh me parashtru. Jo, pyetje nuk kam, vetëm po të dëshirë një vetëm me përshëndet. Pa përjashtem edhe ty edhe gjithë ata që s'jam mikrofon, stafin edhe dëgjues të shikustë. Faleminderit shumë, Albert. Zoti trujt të da shëndet e gjithë mirat. Amin. Salam aleikum. Aleikum salam, rahmatullah. Mirë, jemi në emision të drejt për drejt shikues të nderuar. Në këtë emision po marrim telefonatat tuaja për me u përgjigj pyetjeve me lejen e Zotit për atë sa dim. Orna, jeni në emision drejt për drejt? Alo, përshëndetje hoq. Përshëndetje, Ordane. Çfarë do me thonja ka me pa një person që në nuk du me pa? M'fal, nuk po ndëgjoj mirë, nëse mundesh më anal zonën e televizorit edhe me ngrit pak zonën në telefon. Çfarë do me thonja ka për shembull me pa një person në ëndër që në nuk du me pa? E shoh shumë shpesh gati çdo ditë. Do më thënë e shenë në andër një person që ti s'ki qef me pa. Po. Po, kështu në ditën, jetën e përditshme e shef?
Jo. E po nashta është mirë me shku me pa njëherë ditën edhe mo mos me pa në ndër. Regull është. Do me thonë nuk ka naj do me thanja naj. Jo, kur gjë s'ka, mos u bën merak heq për këtë punë. Se faleminderit. Çdo të mirë. Gjithsesi unë nuk i komentoj ëndrat, por shpeshherë njëri që në ëndër diçka që e preokupon, e shqetëson, qoftë që ka qef me ndodh ose edhe kur s'ka qef, edhe bashkë që ajo mas ne i paraqitet në ëndër. Hajde Orna. Unë mirë më rama, unë jem Gjemilja, nga Lipjani. Mirë më rama, Orna, ne? Mirë më rama, po du me vetën hoxhen për zveqat. Po. Dukatin që nuk e bon, a do të më dhonë në zveqat. Po, e qartë. Natën e mirë. Çdo të mirë. Po, kemi telefonat tjetër. Mirë, për ata që në mujnë me na përcjell prej tash, emisioni është i drejt për drejt dhe jemi tu përgjigj në pyetje që na vinë në emision. Zoja më herët pyeti për zakatin e dukatit, kryesisht të cilën nuk e ban gjatë vitet, por ma shumë e runë kuti, qoftë nëse është ndoshta i vjetër, apo është i thyer, apo e runë ndoshta për bijat e veta, apo rejat e veta në të ardhmen. Nëse sasia e arit i cili është në kuti, është në vlerën e parafërsisht këto ditë 10.000 euro, nëse kishë me qu të argjentari edhe ai ta pagun me një vlerë që kushton 10.000 euro, atëherë është obligim zekati. Ose, nëse është i baraz vlefshëm me 85 gram të arit të pastër. Ose nëse është 14 karat, që është ari kryesisht të na, do të me kanë 147 gram. Po nëse është i përzi, mund me pas ndonjë lirë, ndonjë qafore, ndonjë karatazh më të naltë, ndonjë më të ulët, atëherë mas mirë të është me marr arin me qu të argjentari. Edhe nëse vlera ati arit është e barabart me 85 gram të arit 24 karat, atëherë është obligim zekati. Nëse është më pak, nuk ka obligim të dhënies së zakatit. Përveç nëse po e zojmë, sasia e arit arrin në vlerë po e zojmë 8.000 euro. Pra nuk është 10.000 sa është tash 85 gram i arit pastër. Por mundet me i pas kursime edhe 2.000 euro tjera, atëherë 2.000 euro para edhe 8.000 euro dukat, bëhet nisabi edhe është obligim dhënia e zakatit. Pra duhet me kanë e barabart me 85 gram të arit të pastër. Kemi një telefonat, Ordani? Selam aleikum. Aleikum salam. Po sa një pyqe huq, dhe shka më kanë të shpo namaz, i ma vitu fol, ku pos tesh në kështu, e më ka unë me tesh ku thume, elhamdulillah, prit namazin. Ja, në rregull është, po. Jo, edhe i pyqe, bën? Po, Orda? Po, kam një pyqe kështu, diçka, po të lejuën që ka pos punë kur ma mirë. Po, diçka huk dasëria, respekti rol, diçka morali. Po. Selam aleikum. Aleikum salam. Nëse njeri gabimisht gjatë namazit përmendë një dhikër, sikur në rastin e të shtitjes, edhe thot elhamdulillah, apo habitet dikujt i thot yerhamukallah, po e zajmë, i cili është për shembull jashtë namazit, namazi nuk prishet. Madje kjo në fillim të islamit, në fillim të shpalljes adhurimit të namazit, obligimit të namazit, ka qenë edhe praktik që në namaz njerëzit i kanë thënë elhamdulillah yerhamukallah dhe namazi nuk është prish. Nuk lejohet, por namazi nuk prishet. Ordani, kemi telefonat? Orda? Selam aleikum. Aleikum salam. Unë jam shumë besimtare fort. Inshallah. Me prind të mi, si në hinë mujnë Recep i kumë agjeruet të në tajte. Po tash për mësujnë që janë kur që ato dhe të mini nu. Edhe do shta me di që
a ban, a zban. Po. Mirë. Faleminderit, aleikum selam. Mund të lidh pak me përgjigjen e pyetjen e shikuesit pak më herët. E vërtet vëlla që kur ma mirë kushtet si kemi pas, nuk kemi jetu asnjëherë në rrethana me bollëk, me begati, ma të lirë asnjëherë si mi kanë, shtet si tani asnjëherë ndoshta s'kemi pas kuptimin bashkohor të shtetësisë. Por ja që njerëzit, subhanallah, shpesh herë në begati sprovohen. Madje Allah Azza ka përmend wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitne. Allahu ju sprovon edhe me sherr, po edhe me hajrin, i cili është sprov, fitne për njerëzit. Sepse njerëzit kur nuk janë në situatë komoditeti, kanë një lloj ndjeshmërie ndaj tjerëve, një lidhje më të fortë. Por kur janë secili komod, secili rahat në shtëpiat e veta, secili nuk i ka gajlet që i kanë të tjerët, kjo krijon një lloj ftofësie në raporte, krijon një lloj lakmie për dunjan dhe lidhje të raporteve për shkak të interesave të ndryshëm, e që padyshim se një gjë e tillë nuk është e mirë, por muslimanët, besimtarët, praktikuesit, ata që falin namaz, raportet që i kanë me njerëzit duhet mi pas për hir të Allahut Azza wa Jall, sepse ai është i cili ka sjell këto begati dhe ai na ka dhuru këto begati që ti shijojmë mes vete. E marrim një telefonat, Ordani? Selam aleikum hoq. Aleikum selam. Kam një pyetje rreth zakatit. Në tetor, vitin që e lam, na është bërë obligim si familje dhe zakati dhe ashtu të kena vepruar, kena dhënë zakatin në tetor. Dhe tash na e dina që zakatin do të më dhënë sipas kalendarit islamik. E pyetja ime është nëse na dojna me dhënë zakatin çdo vjet në muajin Ramazan, si me vepru. Tash Ramazani që vjen është muaji mars, e në zakatinve që kena kryen tetor 2025-s, a munim na tash me shty tek një Ramazan tjetër, apo do të na çështot me vazhdu muajin tetor, veç me kqyr cili muaj e muajit prej kalendarit islamik na ka ra. Po. Selam aleikum, Allah është përbleft. Aleikum selam. Mirë, kemi një telefonat tjetër, Orda? Alo? Orda? Selam aleikum. Aleikum selam. Hoq, a bo një pyetje me të apo? Po, bojra. Me një grue i kom pas punë të mirë që një 4 vjetet nej heshtë po nuk po dërë mo. Jo. Po. Unë po mus me pjoj, po mus me tëra, i po më nërvazën, nisha me të pyt, i qa me bo me ta. E ti dhe më thonë heq për aprisht, ti veç maj urti e maj mirë, ja? Pra i që, kur po më nërvazën, edhe unë po nërvazën në pak, për ta shikom po dhe 75 vjetë. E tash më pleq një ja keni nisë mu i dhënu. Po, pleshti, po. Ane. Hajtë se ka përcen, inshallah. Amen. Orbo. Ton. Zdo të mirë. Mirë, atër shikues të ndëruar, kemi këtu një pauzë të shkurtër, ne do të rikthehemi pas pak, qëndroni me ne, shihemi së shpejti. Shikues të ndëruar, jemi rikthyer sërish në pjesën e dytë të emisionit të drejt për drejt, në të cilin po marrim telefonatat tuaja për t'i dëgju pyetjet tuaja që keni, me shpresë që mi u përgjigje sa më mirë, sa më drejt. Para pauzës i patëm disa pyetje, cila po ju përgjigjemi, tani i marrim edhe telefonata tjera. Unë lajmëru një motër dhe tha, unë e tha jam shumë besimtare e fort, inshallah, të Allah është e pranume. Tha kam agjeru të hanën e tejtën gjatë muajit Rexhep,
por se dikush po i thot që nuk është të bën ai punë të madhe. Përkundrazi, agjerimi është vlerë, agjerimi është shpërblim shumë i madh. Agjerimi vullnetar është shumë i dashur te Allahu Azza wa Jall në të gjitha muajt e vitit. Në veçanti në muaj që njeriu para përgatitet para muajit Ramazan, sidomos në muajin Rajab, në veçanti në muajin Shaban, i cili është muaj menjëherë muaji pas të cilit pason muaji bekumi Ramazanit. Kështu që agjerimi të hënës së tejtës, agjerimi i 3 ditëve të muajve hënor është diçka e preferuar, e lavdëruar, edhe shpërblimi për të shumë i madh tek Allahu Azza wa Jall, kështu që veç vazhdo me këtë dhe lutë Allahun për pranim dhe shpërblim. Një shikuese na tregoi se në tetorin që shkoi e ka dhënë zekatin sepse ju ka bën një vit i plot i nisabit. Si me vepru tash, a me dhënë vitin arshëm në të njëjtën kohë, parimisht ashtu është rregulli. E shikoni në datën të cilën e keni dhënë zekatin, me 1 tetor, me 10 tetor, me 20 tetor, më u konvertu në kalendarin hijri, cili muaj ka qenë, Rabiul Awwal, Rabiul Thani, si tash përmend nuk po e di, cili do muaj që ka qenë, pastaj e përcjellni kalendarin hënor çdo vit dhe në të njëjtën ditë e jepni zekatin. Sepse nuk është shumë e vështirë. E përcaktoni edhe shikon vitin e ardhshëm kalendari hënor në cilën datë të kësaj kohe që po e zojmë. Nëse ka qenë 20 tetori, atëherë 11 ditë më herët të vitit të ardhshëm. Domethënë me 9 tetor i bjen parafërsisht. Kjo një aspekt. Aspekti tjetër është mundeni në të njëjtën datë të vitit kalendarik gregorian. Domethënë me 20 tetor të vitit të ardhshëm, por atëherë duhet me kalkulu zekatin me 2.577, sepse janë 11 ditë më tepër, edhe për ato duhet me u dhënë zekati. Një verzion tjetër, disa dietarë kanë thënë që lejohet me shty deri në Ramazan nëse janë parafërsisht edhe një kohë e shkurtër, 1 muaj apo 2 muaj. Mirë po prej tetorit deri në fund të shkurtit, janë bajgi disa muaj, kështu që çka mundet me ndodh në Ramazan, mundeni me dhënë zekatin që i bjen, me dhënë zekatin e vitit të ardhshëm, jo vitit që ka kalu. Domethënë me qenë ju 1 vit përpara. Realisht po i bjen domethënë pas disa muajve, por nëse doni me ruajt muajin e Ramazanit, e me shty deri në Ramazanin tjetër, po i bjen 1 vjet e domethënë sa 4 muaj. E që është shumë, ose 3 muaj tash varet cilën ditë të tetorit. Kjo është distancë gjatë, kështu që mas miri është me rujt datën e kalendarit hënor, të datës së tetorit dhe çdo vit me dhënë në atë datë. Ose nëse kjo është shumë vështirë, atëherë mundi me dhënë zekatin për këta 4 muaj në Ramazan, dhe prej Ramazanit me fillu çdo muaj vazhdimisht me dhënë zekatin. Allah di më së miri. Edhe një shikues u lajmërua dhe tha nuk jam të e qu mirë me gruan, ani pse në moshë, domethënë begi të mirë, pas begi do vitjeve, pas begi disa viteve, harmoni, dashuri, afërsi, Zoti ju ka beku me vlad e me të mira, vallahi nuk është mirë në pleqni me qu keq. Bile në qëtë kohë i shkan mas mirëti me pas tolerancë ndaj njëri tjetrit. Është e vërtetë se është mosha pak e shtyr, nervat nuk janë në kontroll sikur se më herët, besa edhe disa emocione si duket në moshë më të shtyjem janë më të aktivizume se sa kur është njëri më i ri, ama do të më mundu me kalu mirë, nuk kam bet edhe shumë vite ndoshta me jetu bashk, e me lutë Allahun që këta që kam bet, Allahu me beku, me ju rujt, e me jo mundësu që përjetësisht me jetu në xhenetet e tij. Amin. Kemi një telefonatë, mirë presim. Mirë mrama. Mirë mrama.
A bën përsërin me aknu vdekit 7 kulova Allaha, sa një jasen, shumë o mirë me knu për deknin, a o mirë a ju. Për ata që nuk din me knu jasinin, a? Për Mirë. shemëm na pljakat nuk dina me knuën as arabisht, as jasin as kur gjo. Për me aknu 7 kulima deknit, a i një mëj në ishten. A o mirë. Dekon të afërt, familjar apo të largët? Ja, të afërt familjar të largëve, jetë familjar që i kitë familjes tonë. Po. E qartë. Kur të falesh, me knu 7 herë kul huve Allah, me bismillah, a ka vlerë në i. Po. Të. E qartë. Faleminderit shumë. Kuptova pyetjen. Natën e mirë e faleminderit. Natën e mirë, çdo të mirë. Kemi telefonat tjetër? Apo nuk kemi? Mirë, shikuesja po pyet, a bën me aknu 7 kulhuvallaha e personit të familjes i cili ka ndru jetë, me shpresë që shpërblimet e leximit Kuranit me i shku atij të vdekurit. Leximi i Kuranit për vdekur është temë që shumë është diskutuar edhe tek xhallarët, edhe disa janë më rigoros në këtë pikë sepse nuk ka shumë transmetime ose nuk ka transmetime të njohura që pejgamberi alayhis salatu wassalam i ka këndu kul huwallaha, Jasina, Hatme, Axhës e tij Hamzës që ka da shumë, i cili është vranë luftë, apo bashortës e tij Hatijës radhiyallahu anha, e cila ka vdekë dhe në një kohë shumë të rëndë për ta, dhe i cili pejgamberi alayhis salatu wassalam shumë e ka kujtuar edhe madje i ka respektuar edhe shoqet e saj pas vdekjes në respekt për ta, po nuk i ka kënu Kur'an edhe Hatme. Mas mirëti është me dhënë sadaka në emër të atij të vdekurit. E vazhdoj përgjigjen, po ta marr edhe një telefonat, Ornane? Alo? Po, Orna? Selam aleikum, Hoxha Efendi. Aleikum selam. Jeni, a jeni mirë? Mirë, faleminderit. Si po kaloni, apo loveni? Po, mirë në përgjithësi. Kara. Kam një shton nga Prizreni, quhem Besnik Beshi, dhe pyetjen e kam kështu, kësaj. Lidhur me bankën islamike. A ka bankë islamike në Kosovë? Po. Dhe kredia e marrë për tyre, a ka kamat? Mirë. Kjo është pyetja ime. Kjo është pyetja. Po. Okej. Faleminderit. E qartë, faleminderit. Ku ishim të folë më herët? Ata që t'i donë shpirti, familjartë, prind, bashortin, e vladin, në njëherë që ka ndru jetë, mas mirëti për ta, për mi shku se vapi, të Allah Azza wa Jall, është me dhanë sadaka. Por, dikush nështë edhe nuk i ka mundësit financiare me dhanë sadaka për ta, djetarët e kanë leju me këndu Kur'an për Allah Azza wa Jall, dhe se vapët e këtij këndimi mja përcjell, mja dhuru atij të vdekurit, inshallah taala, është në rregull edhe pranuar te Zoti i Madhnuar. Shikuesi fundit pyetja, ka banka islame në Kosovë dhe kredit që marrin për tyne a janë halal a haram? Mirë, kemi telefonat, hajde Orda. Salam aleikum. Aleikum salam. Do është një pyetje është. Orda. Kom dëgjuar që të me një xhamatli thanë që se nuk e din gjuhën arabe dhe gjuhën e Kuranit, tha je fasik, edhe mund është ma spiku që do me thonë fjala fasik. Me dit me fol? Me dit gjuhën arabe. Për me komuniku? Për me komuniku, me dit gjuhën, me komuniku. Po, aja e din për vete? Që të ka thonë? Nuk e din. Jo, nuk e din. Që dhe haj kanë dëgjua dhe që shtë... Aha, mendova që vesh ty... Tash ashtë jena shumit të profa, edhe asaj nuk e di kemi mua spjegue dhe që dhe me thonë fjalla fasik. Okej, në rregull. E qartë. Hadi, salam aleikum. Aleikum salam, çdo të mirë. Mirë. Banka islame në Kosovë, banka në kuptimin e plotë të fjalës bank, nuk ka. Për arsye se
Nuk ka momentalisht, do të thonë, për shumë arsye. Ato që janë në Kosovë, janë disa institucione mikrofinanciare, jo bankare, e kanë emrin. Dhe ka disa prej tyne që veprojnë në Kosovë sipas parimeve islame, në transaksionet me njerëz, në financimet që i bëjnë për klientët e tyne. Për lehtësim edhe për shkak që shumë shpesh e përdorim, na thojmë ata japin kredi, me marrë një kredi te Banka Islame, por realisht nuk janë kredi. Këto institucione jo bankare, mikrofinanca, që veprojnë ka që veprojnë sipas parimeve islame. Nuk janë banka, por janë institucione mikrofinanciare dhe veprojnë sipas rregullave islame. Janë të njohura, të pranuara, edhe që, do më thonë, konsultohen me hoxhallar, edhe veprimet e tyre janë plotësisht në parimet islame. Dhe financimet që ata i bëjnë, nuk i bëjnë, realisht disa prej tyne japin edhe hua, para direkt, para cash, dhe kanë përcaktuar një tarifë administrative për shpenzimet që i kanë si organizat, si institucion, qeran që paguhen, punëtorët që kryjnë punë aty dhe shërbejnë, dhe në proporcion me sa hua jepën gjatë vitit, kanë përcaktuar një tarifë fikse. Dhe përcaktimi tarifës fikse përballë huas nuk e bën atë kamat. Ajo i bjen sikur nëse një njeri kërkon hua, kërkon bërgj prej dikujt, dhe ai thot unë mundem me t'i dhanë, por nuk kam cash, duhet me i transferu me transfer bankar. Dhe kur i transferon me bank, po e zami kërkon 1.000 euro, dhe transferi kushton, sidomos nëse është prej largut, me Western Union apo me këto organizatat, institucionet financiare, po e zami edhe 5 euro. Tash kur vjen koha me i kthy, ai duhet me i kthy 1.005 euro. E vërtet që 5 euro nuk i ka marrë, mirë po janë shpenzuar për këtë bërgj. Është, do të thonë, shpenzim real, konkret për do të thonë dhënien e asaj huaje. Kjo një aspekt. Por shumica aktiviteteve të këtyre institucioneve jo bankare janë financime. Çka është financim? Kur klienti don me ble ndonjë produkt, ndonjë aset, ndonjë diçka që i pëlqen, edhe nuk i ka mundësit, atëherë Banka Islame e blen nga buxheti i vet dhe pastaj i ashet klientit me një çmim më shtrenjtë me një përqindje të fitimit. E vërtet është që njerëzit ankohen dhe thonë që më shtrenjtë se bankat, por realisht këtu nuk janë banka dhe nuk duhet me i krahasu me bankat, por duhet me i krahasu me institucione tjera mikrofinanciare, të cilat e kanë 20%, 30%, madje ka qenë një kohë në Prishtinë, ka pas një të cilën shumë shpejt, elhamdulillah, shteti e ka mbyll, deri në 80% e ka rrit interesin. Ndërka që fitimi këtyre institucioneve islame, ose që veprojnë sipas parimeve islame, është më i lartë për shkak se investimet që vinë atë bankë e kanë një tarif, pastaj edhe shpenzimet e bankës, për këtë arsye edhe rritet çmimi. Atëherë, kemi pyetjen tjetër që i ka thënë dikush, nëse nuk e din gjuhën arabe, je fasik. Realisht, kjo fjalë nuk është e saktë, sepse jo gjithë ummeti e kanë obligim me e ditë gjuhën arabe. Besimtarët e kanë obligim me ditë gjuhën arabe aq sa i vyn për namaz. Ajo nuk do me thënë me ditë gjuhën arabe, është me ditë me lexu Fatihan. Me ditë me thënë Allahu Akbar, me ditë me thënë Subhanallah. Këto janë obligim dhe nëse si din njeriu këto dhe nuk i mëson qëllimisht, ky person ndoshta mundet me u quajt fasik sepse po i lën ato që janë obligim, që është pjesë e namazit. Ama me ditë gjuhën arabe, me ditë me komuniku në gjuhën arabe, me ditë me lexu në gjuhën arabe, nuk është obligim, edhe nuk është ai njeri fasik. Pse? Çka do të thonë fasik? Fasik do të thonë mëkatar, gjunahçar, i prishur. E nuk është kjo fjalë drejt me e thonë për dikën që nuk e din gjuhën arabe, sepse gjuha arabe është gjuha e arabëve, për neve gjuha arabe na duhet aq sa me lexu Kur'an në namaz.
Por, me ditë gjuhën arabe, me ditë leximin e Kuranit, është vlerë, është mirësi, është shpërblim, por nuk është mëkatar ai i cili nuk e di gjuhën arabe, pra nuk është fasik ai që nuk e di gjuhën arabe. Mirë, vazhdojmë me pyetjet që kanë ardhur të shkruara derisa të na vi telefonata e radhës. Thotë, a lejohet aborti nëse mjekët thonë se ka rrezik për nanën? Aborti është temë e ndihshme, realisht edhe ndërlikume, që si rregull në Islam përparësi ka jeta e nanës gjithsesi, por për të dhënë përgjigje konkrete duhet me u konsultu me mjekun i cili është musliman, edhe e din vlerën e jetës së njeriut, edhe e din rregullat sadokudo të besimit islam, dhe të njëjtën kohë me një hoxh i cili është i njohur pak a shumë me njohjen e këtyre dispozitave dhe së bashku më ardhë një mendim i përbashkët edhe një vendim se a duhet me bë abortin apo jo, sepse varet edhe mosha, koha, ama veç për qef, veç për planifikim familjar, apo pse ndoshta fëmia mund të ketë ndonjë tmete kështu me radhë, këto janë gjëra të cilat nuk lejohen, se është sikur se me mbyt fëmijën. Por a mund të ketë rrethana të cilat e lejojnë, po gjithsesi. Mirë, marrim një telefonat, urnani? Po, selam aleikum. Aleikum selam. Më herët nusa thirrën në telefon aspektin e zakatit. Po? Tha pejtetore deri në Ramazan, Po. që do të thonë afërsisht 4 muaj. Po. Me dhonë këtë pjesën e zakatit. Për shembull, na kena dhonë, për morëm shumë 10.000 euro, kena dhonë pjesën e zakatit 2.5%. Po. Tash, po thojna që më bo 12.000 euro. Sa me dhonë atë pjesën e shumës? Tash, a du me dhonë, tash, plus edhe 2.000 të thojna, për shumë 12.000, për 4 muaj, e që është me bo pjesën e zakatit, për me ndo. Po, e qartë. Po. Okej, hoqë. Fande shumë Allah shërblet, në bëna Allah që të dhëmë pak më të këtë. Ska gjë. Mirë. Tash nëse japim zakatin për 4 muaj, duhet me shiku, me përpjestu realisht me tanë vitin. Nëse përqem 2.5% e asaj vlerët e zakatit, është një shumë e caktume. Po e zojmë 100 euro. A që do 100 euro i pjeston me 355 ditë, sa i ka kalendari hënor. Pastaj, do në rezultatit që det 0.kushet e sa shifra e vogël, e shumëzën herë, do më thonë 120 ditë ose sa ditë kanë betë deri në Ramazan. Dhe qatë pjesë pastaj e zakat. Ma mërmenja që është, nëse është e paqartë, mundeni pastaj me thirrje në redaksi, me marrë numrin e me diskutu ma konkretisht për pyetjen e temën e diskutuar. Mira, kemi një telefonat. A quhem, thot shikuesi, ka quhu mesazh, a quhem udhëtar nëse punoj çdo ditë në një qytet tjetër? Mundet me qenë udhëtar nëse qyteti tjetër është në një distancë deri në 75-80 km. Mundet me qenë në vende shtetet që largësitë mes qyteteve janë të mëdha, ose edhe në vendin tonë, por fjala është për një qytet i cili është më larg, jo në qytetin e parë që del prej vendit vet. Për shembull, jeton në Prishtinë, edhe ka punën deri në Pej, deri në Prizren, mundet me u quajt udhëtar. Ose jeton në Pej, shkon pastaj në Ferizaj ose dikun tjetër, do të thonë nëse distanca është 75-80 km, atëherë mundet me u llogarit udhëtar dhe prej momentit që del nga qyteti i vet, gjatë gjithë rrugës derisa të kthehet poshtë në hyrje të qytetit, mundet me u llogarit ky person si udhëtar edhe me shfrytzu mundësinë e faljes së namazit të shkurtuar dhe të bashkuar. Pyetje tjetër,
thot, a bëhet fejesa haram nëse zgjat shumë, pa arsye? Realisht nuk është shumë e preferuar me u zgjat fejesa, dhe nëse dy të rinjët çifti nuk kanë ndonjë pengesë për të martu, nuk kanë ndonjë plan konkret, sigur që mund të qenë ndoshta shkollimi ose distanca, puna jashtë vendit e kështu me radhë, cilat ndonjëherë dhe imponohet shtyrja e martesës, nuk është mirë, nuk është e preferuar që të shtyhet shumë, sepse shpesh herë për realitetit që po ndodh në përditshmëri, njerëzit kur po zgjatet fejesa e tyne, sikur po lodhen, sikur nuk po ndjehen mirë, kur po vjen koha e martesës edhe po krijohen konflikte. Por nëse ka arsye, ka tolerancë. Nëse s'ka arsye, nuk është mirë, por nuk muj me thonë është haram. Sidomos nëse ka kurorëzim. Nëse ka kurorëzim të pranuar fetarisht, ata dy janë bashkëshort, vetëm se akoma nuk e kanë bërë dasmën edhe bashkimin familjar. Kemi telefonator nëni? Ajo, selamu alaikum. Aleikum selam. Valonin telefon. Po, valon, orda. Kam një pyetje, ose thjesht jam shumë moti kurështar. E kom një si pas deseve, si pas ligjeratave, që kur bëhet qaja për Allahun, vëzë gjelal, i drejtojme ati me aj ose ati. Si pas gjuhës shqipe, ose e dim si pas test, aj nuk mujna mi caktu ati gjinije. A ka na i shpjegim për këto? Po. E qartë. Faleminderit, kjo është e pyetja. Vetë mirë. Është e vërtetë që Allahu i lartësuar te bareka ve taala nuk i përket asnjë gjenie. Ai leysa kemithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, nuk i përngjan asgjë atij. Ai është që sheh dhe dëgjon. Mirë po, në gjuhën arabe janë vetëm dy gjinit, gjinia mashkullore dhe gjinia femrore, dhe emri Allah në kuptimin gjuhësor, sepse emrat pavarësisht a janë gjini, do me thonë biologjike, kanë gjini gjuhësore, gjinia mashkullore dhe gjinia femrore. Shkolla është gjini femrore, i takon gjinis femrore. Lisi është gjini mashkullore. Do me thonë gjini të gjuhës, jo gjini të biologjisë. Kështu që ai Allahu te bareka ve taala i përket gjuhësisht gjinis mashkullore dhe i drejtohemi në këtë mënyrë, sepse në gjuhën origjinale është emri Allah i përket gjinis mashkullore dhe ne i drejtohemi atij me ai edhe atij, duke mos menduar fare në gjini biologjike, por vetëm në kuptimin e gjinis gjuhësore, sepse Allahu te bareka ve taala nuk i përket përgjasimit të krijesave. Allah dhe mësë mire. Mirë. Hoqë si me mbajt parat nën kontrol pa u bos sklavit tyre. Mas pare ata që kanë, e bëjnë këtë pyetje, se dikush që s'ka, thëtë qyshti kisha pas një herë. Pasuria që Zoti i Madhnum u a jep njerëzve është begati, është dhunti, me të cilën ata jetojnë duke përjetu të mirat e Zotit dhe duke qenë mirënjohës dhe falendrues ndaj tij. Por këtë pasuni duhet me shfrytëzu për të jetu jetë begat, për të shiju mirësitë e Zotit, por jo Zotin arrujt për ta bë atë Zot edhe për t'ju bë sklav, për të jetu vetëm për para, për të jetu vetëm për pasuri. Po, ne në fejnë tonë jemi të porositur që të punojmë, të gjallnojmë, të zhvillohemi, të avancohemi, edhe të përfitojmë gjithsesi, por krejt ato përfitime t'i kemi në menaxhimin tonë, t'i kemi në duart tona, t'i kemi në xhepat tonë, e jo t'i kemi në zemrat tona, sepse ato pastaj e bëjnë njeriun rob, e bëjnë sklav, dhe bëjnë njeri i cili sheh në këtë dynja vetëm interesin edhe asnjë lloj përfitimi tjetër. Por, duke ditë se Zoti i Madhnum na ka dhënë këtë begati dhe këtë mirësi,
të jemi ne mirënjohës ndaj tij, të japim prej asaj pasunie sa kemi mundësi për të ndihmuar tjerëve, për ta falendëruar Zotin që nuk jemi në gjendjen e nevojtarëve, por jemi në gjendjen e atyre të cilët japin edhe jo ata që marrin, e kjo është begati mirësi, edhe kur ja atribojmë Allahut këto mirësi, Allahu na ruan edhe zemrat tona që të mos na bëhet pasuria peng i shpirtave tonë. Shikues të nderuam, ishte kjo koha që ndajtëm për juve, për të përgjigjë pyetjeve tuaja. Shpresoj që kanë qenë të sakta përgjigjet dhe nëse kam gabuar dikon, lutem Allahun të më falë dhe të më shëroj. E ne shpresoj që takohemi hera tjera deri në takimin e radhës mirëmbëjtje. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.